Të nderuar shikues, mirë mbrëma, jemi në emisionin numër 72 të podcastit ton. Do të flasim sonde me një ish futbollist të Vllaznisë, por edhe trajner në disa periudha të ndryshme me ekipin B, por në periudhë shkurtë me ekipin e parë të Vllaznisë. Në këtë bisedë sonde me Ervis Karajan. Karajan, mirë mbrëma. Falenderoj për mbështetjen. Shumë vite tashmë larg Shqipërisë, larg Shkodrës, por duket që jeni gjithmonë i lidhur me Shkodrën, me Vllazninë dhe sa herë që ktheheni ju shohim pranë skuadrës në ndeshjen në stërvitje. Ne atje larg jemi, po mendem ne kemi të Vllaznia, të qytetit i Shkodrës. Dhe mezisht kam prit marrë vesh pjesëmarrjen e Vllaznisë në katërshën e parë, kam prit bilet, kam marrë me shpresën inshallah si të dalim kampion. Unë me lajt afër klubit, unë me lajt afër Shkodrës Vllaznisë, sepse atë jemi rrit, atë kemi kujtimet e bukura. Thatë që nuk mund qëndroni larg futbollit, larg Vllaznisë. Janë kujtimet bukura ato që keni kaluar në futboll? Po ndër kujtimet më të bukura të jetës. Sporti është i bukur, por ku kam mundësi gjithë rinis dhe gjithë atje në Australi edhe këtu ku kam kanë, mundohem si t'i motivoj çunet e ri, sepse jeta e sportit është shumë e bukur. Karaja, si u lidhët me futbollin? Si u lidhëm? Unë jam një familje sportistash, gjyshin dhe dojen e njohin gjithë kanë kanë sportistat me unë. Bëhet fjalë për Bimo Fakjen, ish mbrojtësin kampion të Vllaznisë së vitit 45-46 dhe Daja Fasli Fakja. Po ashtu dhe baba im, një kampion, një rekordmen në Fail Kraja. Kështu që s'kisha ku të shkoja ndryshe, po më pëlqej të jem realist më tepër si gjithë fëmijët futbolli dhe ishte një rrugtim i bukur. U mërzit në Faili kur zgjodhet futbollin apo jo, pa u diçka më tepër ndoshta? Me thënë drejtën ai ko pasion shumë futbolli. Dhe por nuk e ka pas lehtë. Përpecit e mia në sport kanë të jashtëzakonshme. Deri në një pikë kanë qenë edhe stresuese për të. Pastaj në kalimin e kohës, siç do prind pastaj të jem realist, fillimet nuk i kam pas, nuk ashtu siç po i dhe. Kina pas, po ka pas shumë bryla. Ka pas shumë. Keni fjalën për futbollin me ekipet zinxhir? Deri te ekipet zinxhir ka një rrugtim normal. Me para 3, so me përsëris metën kemi dalë kampion. Ishte pjesë si ishim me Belishin, Telin, Kaçin, Doçin, kemi qenë një ekip shumë i mirë. Edhe gjithë së bashku kemi kaluar te ekipi i parë. Po te ekipi i parë pastaj aty ishte bryllat, dashpërsia, jo si ambienti si është sot. Dikur pjesa e si ti thojza veteranëve atjerë nuk kanë pas dashëmësinë e duhur për çunat e rinj. Kalum tek ekipi i parë, por duke rikthyer tek hapat tuaj të parë, me kush ka qenë trajneri juaj i parë me moshat? Trajneri i parë me moshat ka qenë profesor Artan Bushati. Pastaj kemi kaluar te Ismet Hoxha. Kujtimet bukura nga ato stërvitet e para me Artan Bushatin? Shumë bukur. Sa kur kemi bë fazën e parë përgatitore në atë kohë, ne s'dishim çfarë është faza përgatitore. Profesor Artani thotë se më pas jashtë shtëpisë, mos orarit të stërvitjes. Po për fat mirë dhe për fat keq se kam pas kuishi në shtëpi, e thosha ku kam shkuar po dal, unë si doja me blej një bukë diçka. Kisha profesorin aty. E kishim me siklet, po e kanë edhe anë profesionale, disiplinë, si e morëm më shumë mirë. Dhe sot nuk ndodh fakt. Që pas një stërvitje të fortë, futbollistët e mbyllën në shtëpi. Brezi i ri, po më kanë shukonat, po unë jam atë mendimin si edhe trajneri i bën disiplinën. Në shohin konat, në shohin gjëra, disiplina në sport duhet jetë. Që të akademia, që të ekipi i parë. Sepse të akademia, disiplina nuk e kuptojnë. Po si ja shpjegoj një trajner, po si ja thënë një trajner si duhet, ato janë çuna të ri dhe nuk e kuptojnë. Çfarë brezi futbollistësh keni qenë tek moshat? Kanë vazhduar karrierën?
Po, me kanë rritëm, me kanë në brezat më të mirë të disa viteve. Këtu e fillu nga Belisha, nga Ju përmendë këto emra, po në fakt ato janë 2 vite më të mëdhej se sa ju. Ju jeni bashkuar pavarësisht me ditëlindje më të vogël. Po, ashtu si atu ti, po veç edhe trupi jem dhe angazhimin në sport, gjithmonë kam luajtur me 2 vite më të mëdhej. Dhe kemi kanë një brezim mirë. Duke filluar nga Gacnoja në Port. Gacnoja në Port, Manu Margjini, Admir Teli, Ildo Belisha, Mandoqi, Bertkaci, mos harroj, Berti, shumë lojtarë. Kemi kanë një brezim shumë i mirë. Edhe gjithë me 90% gjithë kanë vazhdu se zakonisht deri te ekipi i trive mund të kenë luajtur gjithë sa Shkodrës. Pastaj dikush është bërë, dikush s'është bërë kështu, sepse në 70-80% e atij ekipit kanë vazhdu karrierën e sportit. Përmendet Margjinin. Më kujtohet një futbollist për cilin në fakt kam dëgjuar her pas here që është nga ato futbollistët e talentuar që është djegur kot ndoshta. Për dhënat që ka pas. Për zotin Manën e moj mend shumë mirë, ka një mbrojtës, një qendërmbrojtës shumë potent, shumë i mirë, po derisa kalovën te ekipi B, se di se kam pas kontakte, ka dashur më ardh dy bele kam pa fol me presidentin që ta marrim në skuadra B-s, po ai zgjodhi rroktimin e tij ku jashtë në Francë, si duket për arsyet e veta, është shkut nga sporti. Jeni shpall kampion në vitin 99 me Ismet Hoxhën, trajner, me ekipin e trive. Një titull kampion që në fakt nuk është fituar shpesh. Kishte shumë vite pa u fituar nga ekipi i ri i Vllaznisë. Për zotin Gjergj, kemi dalë atë vit kampion, kemi pa gjysmën e Shkodrës në stadium. Si duket e kanë pritet titull kampion, thash kemi keni një brez jashtëzakonisht i mirë. Dhe kemi pas në mbështetje nga gjithë. Dalshim në rrugë, dalshim në njifshin atu, pa shku te ekipi parë. E kemi një vjetin futbollista, pa kalu te ekipi parë, se zakonisht kur kalon te ekipi parë, kur aktivizohesh te ekipi parë, mund të quhesh futbollist, të thash edhe parë, në ekipin e trive mund të luajt gjithsa Shkodrës. Po në ekipi parë, na aty kemi një vjetin si jemi sportistë sepse na kanë vlerësuar. Si shpjegohet që një numër kaq i madh lojtarësh nga ekipi i trive ka kaluar direkt tek ekipi i rritërve, sepse zakonisht 1 apo 2 kalojnë çdo vit, por u bëhet 7 apo 8 që kaluat direkt. Ndoshta ka ndikuar edhe Artem Bushati që ishte pranë presidentit. Ndoshta Bushati, po ndoshta edhe vet dalja kampion e ekipit të trive. Ka mendu sepse realisht jo se kemi dalë te ekipi i parë dhe se kemi vazhduar më futbollin, por realisht do të kanë pa diçka sepse kemi kanë sportista dënjetësit të luajmë në ekip parë. Dhe pas pak kohësh erdhi sezoni 2000-2001 kur Vllaznia ka fituar të fundit titull kampion deri tani. Dhe shpresojmë që të mos jetë i fundit. Ju keni qenë vetëm 18 vjeç, por keni qenë pjesë e festës, pjesë e skuadrës në atë sezon. Një festë e madhe dhe padyshim që edhe ju jeni një ndjer mirë besoj nga gjithë ajo festë. Tepër emocionuese kur kemi dalë prej tribunës të vjetër këtu, kur kemi dalë jashtë, kur e kam pa gjithë s'kisha pa njerëz më shumë në stadium, kur thosha se ka mundësi gjithë këto njerëz, gjithë kjo festë e bukur, gjithë kjo. Ka një emocion i bukur, pavarësisht se si ishim fushë, po ishim pjesë e skuadrës. Po ka një emocion i bukur. Këtu gradualisht u afrohet tek ekipi i parë. Aty ku filluan bryllat. Po. Nuk i keni pas lehtë. Jo se kam pas lehtë, se nuk e kam thonë më përpara, nuk kem shprehë në ashtu, po tani se e kuptoj kemi pas shumë të vështirë. Sa kanë arrit me shumë mënyra që unë të shkutem nga sporti. Kanë arrit derisa më kanë nxjerr me zemër për me lënë sportin. Si realisht do të thonë sot, se ka ditë kërkush, kemi pas një stres të papam si familje, kur kthehem nga një fazë përjetore me trajnerin Haxhi Osmanović në Cetinje, kemi bërë një fazë përjetore si
nuk ishte pa një herë nga asnjë sportist. Po thjesht veteran sportistat që ishin aty nuk ishte pa një herë servicja që fort. Dhe unë isha pjesë e ekipeve të trive ose o trive o 21, trive, besoj trive, pjesë e trive të kombëtares, dhe na bojnë disa analiza dhe më qerin në zemër. Në Shkodër? Në Shkodër. Në Shkodër më binë fjallën, sepse jemi zemër duhet të alesh sportin. Kur një përcishëm kisha ba një fazë përjetore, unë e Rudi Rëdbega, në kryetari bashkisë sot, kemi kënë 2 qunat më të rritë skuadrës. Në gjithmonë trajneri këto qunat më të vjetër në thujë, lëni këto qunat e rimës t'i bojnë gjithë ngarkesat. Jo thote Dervishin, nëse si bojnë këto si janë 18 vjetë që përlozin bëtënor, këto duhet mi bojnë gjitha. Edhe kemi bojnë 1 për 1 me gjithë ekipin. Edhe kur vi këtu në Shkodër përballë me një realitet tjetër, kur thonë ti s'mundesh me lujt sepse je me zemër. Çfarë ndodhi? Ndodhi ajo si thash, do bëjim, si ka pas probleme dhe sa jam bëhen sportist, e ka zgjidhur punën, kur më pyeti mua, më tha do lesh sportin, i thashun as bëhet fjalë, sepse unë kam bërë një savitje, jashtëzakonisht fuqishme. Ju nuk kishit asnjë shenjë? Problemesh? Kishim shenjë me atë fazë përjetore, që është do më kishte kap, a do më kishte kap aty, thjesht ishte një diçka si të të rrisë nga sporti për interes dikuj këtu ose atje, pak rëndësi ka, po e rëndësishme është si çdo gjë zgjidh. Ai më thonë mu do lesh sportin, unë i them kam bërë një servitje e në nivelin mirë, nuk kam mas e në kem. Bët një kontroll të dytë? Direkt në fytyrën time e pove si unë isha entuziast, unë zdoloj sportin, thash. Për një person ose për person tjetër, atëherë ishte edhe rivaliteti në skuadër si këtu, si në ekipin e trive atje. Edhe më thëtë mua, okej, se do e zgjidhi unë, thëtë do e bash një kontroll tjetër, po këtë punë do e zgjidhi unë. Dhe me intuitin e ti, me burnin e ti, një person të ka folë me një person në Shkodër, ai personi i ka thonë që në ka leta nga federata. Gjë nga federata, ka shku në federat, ishte nga tru emri, ishte një qunë nga Fieri. Thjesht për mos miron ndesh njëri dhe se tjetërit, e gjete një justifikim është nga tru emri për një person nga Fieri, dhe unë vazhdova karrierën sportive dhe që atë ditë unë e mujnë mëndë se më ka thonë unë zë mërë ma, dhe sa më këndalë të probleme jeshtë se kuptoj diçka, realisht kuptoj diçka se dikush nga këtu kishte bërë diçka. Dhe e mendoni që ka qenë një pjesëtar i klubit që ka menduar, ka bërë gjithë këtë zhurmë? 6 personi që ka folë, ka qenë pjesëtar i klubit dhe po megjithatë ne kemi vazhdu jetën tonë dhe ka kërkuar dikush falje për gjithë këtë dramë të familjes Kraja? Se besoj që është përjetuar si dramë. Ka kërku faljen për vatësi tyne, ka kërku faljen dijes dhe kemi vazhdu jetën. Gjithë një falje besoj që ka qenë ka qenë diçka vogël për shqetësimin që babajin tim e ka shqetësu shumë, thash, dhe që atëherë ka thonë, unë kur kam bërë kontratën e parë, si kam i nga vllaznia, kam pagu kartonin 10 milion lek, kam i këtë besa ka vajs, dhe babajin s'ka dita si gjohë. Atë si lloj gjojnë, më ka thonë, bë që dush me sport, vazhdo që dush, unë kam marrë fjallin se ty do të përkrahi, me që i ke marrë vendimin që të lushet bësh, sepse realisht kur i kanë thonë, ti thush një babaj që djalin e ke me zemër, dhe t'ja në lërë sportin, ma parë dëshojnë interesin e jetës ti se sa është sportin. Po më vërshë se zemër ati unë e di se ka kënë që ta vazhdoja sportin. Po ti thush ashtu, i ka pas me da, o sportin u. Kur i kam thonë që unë nuk do e loj sportin sepse unë e di se kjo punë është diçka, a i më ka thonë tesh jem mrapa të jetë, bëtë që dush. A i ka kënë në Australi, kur i kam thonë që unë do shkoj me besën e ka vajs, a i më tha vazhdo si dush jetën tonë, se unë do të përkërë. Shqetësim besoj je vetëm për babajnë, por edhe për nënën, për motrën? Për gjithë realisht, po babaj e ka pojnë nga që ka kënë edhe vetë sportist, e ka pas knatësi si djallit i bëhet sportist. E ka pas tepër emocionale.
Që ma të rest, ai ku ka thonë të nësi bë që dush. Ju menduar që duhet të bësh futbollist edhe për të luftuar të tillë 100% tjerë. Kam pas një ego, po më se s'kam kam pas një ego, kam pas një not personal, temin personal si. Edhe me mangësit, edhe me mos menaxhimin tash, babaj valla dërheqin nga unë, po kisha pas edhe një person në anë menaxheriale, sa atëherë s'kon kanë as menaxher, as me them se kisha arrit edhe më shumë. Paktën kisha kënë pjesë këngëtares. Tek vllaznia ishte shumë e vështirë të debutoj dhe jeni huazuar. Po. Gjergj, ku ishte presidenti me Ftarqela, thash në ka një periudhë kohë, thash edhe ishim afër me profesor Artanin, në përçu në mua edhe Bledi Çoliçin në Lushnjë. Po azim që ti moshëm ekipin e Lushnjës, me ftare kishte kontakt atje me presidentin e Lushnjës, edhe shlojtë e lojtarë vazim. Pastaj jem kthy në Shkodër, po 6 muaj mrapa mendote që të merrte Velicikun. Dhe gjithë çunat që ishin pjesa me Salim, me Tel, me gjithë që ishin pjesë, sepse vllaznin e madhe pretendote ta bëte me emrat më atëherë, edhe pjesa tjetër si s'lutim, shkoshim te Velicik. Po i nolli që i nolli presidentit, Veliciku atë sezon doli në kategorinë e parë. Po, doli në kategorinë e parë me mbështetjen e tij. Dhe me pështuje me lojtarë me gjithë. Pastaj ndodhi që ndodhi me presidentin, u rikthime në Shkodër, te ekipi i vllaznisë. Aty pastaj me presidencin e re me vazhdoi situata, me dishtu drejten edhe atjerë kishte probleme tash, edhe kur erdhe presidenca e re, një rëmuje pa pome, sa morën vedin, sa shkoj gjithçka në vendin e duhur. Dhe e mojnë mend si nuk kam kanë pjesës në 8 majqe. Po basha serviti me ta, e lusha me kalqeto, me qune, me gjitha, mosha vedin aktivitet. Sikur më njëjtë e zemra diçka. Por një parandeshës një tartoto, një pjesë e skuadrës nuk ju përgjigjen president, si e dhja më në mënd. Vendosën të mos luajnë për shkak të disa rroga të babana. Bravo. Dhe më bjen një telefonat nga profesor në Gzim Mustafaraj, dhe më të kemi vendosur si ti të kthehesh të skuadrë. Po shumë mirë, shkoj te klubi ku ishin atëherë, ishte te Amerika aty. Të provoj se do kthehesh të skuadrë, po do luash promocion. Si do luash promocion mund të mos pjesë të. Ti si as të tnesh. As gjithë javën, se unë isha në Bergdeni, Tulon. Realisht kam luajtur në informacion, kemi fituar 1-0 dhe gjithë tifozat mrapa zona kam bërë një ndeshje shumë të mirë. Ishte ajo ndeshje? Ajo ndeshje ko kanë fillimi i ndryshimit. Fillimi i karrierës time. Atë sezon kam bërë disa ndeshje të mira, por u mbyll ai sezon. Në sezonin tjetër pastaj kërkova largimin ose rritje sepse ne ishim çuna të rije, ishim me një pagë minimale. Kërkova mundin e djersën tem, ku klubi ishte dakord të më atë pagë si unë kërkosha. Dhe ra me dakord që shkova të Besa Kavajës. Por ju po thoni që keni paguar edhe 10 milion lek. Po. Ndoshta jeni në rreth të futbollit që kanë paguar lek. Në partë për të larguar nga vllaznia. Në partë është paguar kartoni. U shkoj te Besa Kavajës, kam bërë një bisedë me presidentin e Kavajës. Ai ishte i gatshëm, kishte një disa ndeshje. Të një mikut tonë, sa do jemi gatshëm të paguaj propos të lekëve të kartoni dhe rrogën tonë si kërkon. Besoj se kemi dorë të dy palë të kënaqura. Edhe ai si ka paguar kartonin sepse në shumë kartoni i moshit të Heraklis, ku isha pjesë e Besë. Te Besa ishte kulmi i karrierës tënde? Gjertosh, kam bërë një vit këtu, një vit mirë,
Po të besa realisht pastaj ishte edhe kulmi. Dhe ka qenë një besë që... Një besë pretendente. Pretendente. Me grup 3, me çunë 3, ishim gjithë çunë 3. Kishte bërë disa blemje në pjesën e sudmit në për Nigeri, në për puna menaxhimit ti, po një besë pretendente. I hapshin punë. Deri në fund kemi kënë për Kupën e Evropës. Dhe me pas tek Iraklis, ju dhe Andi Lila. Po. Dhe më thonë, e cëria mire jonë të besa ka vojës, disa menaxher edhe një neshe në panën, dhe bëmë një kontrat profesionale të ekipi Iraklis, ku shumë e kanë kënë për atë kohë, kanë tjeshtë zakonshme, po ne ishim në kontratë e besa dhe ne thjesht bëmë ata kontratën tonë, interesat tona, pastaj besa në të kohë është, dush me pasa në internet, në të kohë, unë Andi Lila i mishit 1.2 milion euro. Të dy bashkë? Të dy bashkë. Një shifër shumë e madhe për vitet 2006-2007. Shumë për në të kohë, sa kur shkume të klubi, ishte Indrej Fortuzi, pjesë e asaj skuadrës, se tha është bo buje madhe, tha presin shumë për jështë, sepse është pa një shifër tha shumë e madhe e blemjeve. Po, realisht, ne kishim një trajner tjeshtë zakonshëm atje, e kishte një strategji, thote, me klubin profesionist, 6 muaj thjesht, thote, ju jeni për të ambientu, së është se për të bleje, po fosë sot, jeni qënë 3, thjesht do. Po, klubi Iraklis kishte në të vite disa probleme, për fatë këtë atë vit në ramën nga kategoria. Klubi është përbati, fosët ishin shumë të carumë, e djegën klubin me mënyrat e veta. Për në me si Lila të shkut nga klubi, njëre që shkujt e Tirana, unë përformuat e Vllaznia. Mesa kam dëgjuar kohët e fundit, Andi Lila duke si do të rikthehet sërish në Greqi, por tashme si president, se të shërën të blej klubin. Ajo, kërë është puna ti, është një me futbolin. Jo, e kishe idenë që duhet të kenë përshtypjet mirë, ndoshta tek Iraklis. No, do shkojnë të një klub tjetër, ku ka lujt Lila prapë me herën e dytë. Në shkëthy një herën e dytë të një klub tjetër, dhe për atë bazë fjallë, klubin e dytë. Tashmë filluat të luhet me skuadra të mira. Nga një Vllaznia në hapët e parë tek Besa ku treguat aftësitë tuaja, pastaj në Greqi tek Iraklis. Tashmë nuk ishte më ai kraja që nuk donin ta lejonin të luhen në futboll apo kishte bryla. Ishte një kraj ndryshe. Një kraj që po kërkoshin, një kraj që e kishin kënaqësi ta kenë në skuadër. Dhe ashtu vazhdoi karriera. Erdha te klubi Vllaznia. Pastaj shkova në Ukrainë, ku luta një vit e gjys. Por i ktheva. Ukraina një eksperiencë tjetër? Ukraina gjithë futboll i fortë, disiplinë. Atë në Ukrainë kemi arritë për më 3 servitin në ditë. Thjesht ishte një disiplinë, si thoshim, me të vërtetë kemi marrë lek, po ashtu e shpreha që si japin lek këtë. Lek gjakut. Lek gjakut. Për vendin shqiptarët. Lek gjakut, ajo është që ta më lek gjakut, ku e mojnë më një herë, si unë s'konohë në herë, që mu si hapi familjes telefonin, a që lodhën isha ditë, sa e shëth të mira familja, futa telefonin e se këta është pëtë mu se kam servitin tjetër, s'po mundëm të pushaj. Ta më lek gjakut, po edhe lekin mirë, edhe futbol i bukur. Luajtet rregullisht? Po, kam luajt. Vetëm kur kam pas dëmtime ose për pjesë kartonash, kam kanë pjesë e skuadrës 100%. Largime, rikthime sërish Shkodër. Duket se Vllaznia ishte gjithmonë dera hapur pastaj për Vjeskrajën. Po, me thonë drejtën, kënaqësia ishte gjithmonë të kthehena në Shkodër, po pavarësisht se ka pas mundësi dhe ka pas edhe disa ditë si jetë mira të ekipi Koçeblu, nuk është për punë rivalitete, është për punë nolli në skuadër, prandaj jam paraqit
Dhe në disa ekipe tjera, si jem aktivizuar të Durrësi, me të Dinamo, pjesa 6 mujore, kur Vllaznia me ishte me pretendimet e veta, dhe unë kisha të pretendimet e mia, ishim dakord. Edhe tek Skënderbeu ka qenë tjetër pjesë e karrierës tuaj. Te Skënderbeu ishte pjesa ku nuk era me dakord kur ktheva nga Ukraina me klubin Vllaznia, dhe pretendova një diçka më të mirë, që të mund pretendimet e mia kun kanë si të vlerësohem, jo të vi të lës të Vllaznia dhe jam këtu. Sepse nuk jetë të vlerësu as klubin Vllaznia, si jetë të vlerësu as veten. Në fakt tek Vllaznia gjithmonë duke patur idenë e pretendimeve kanë ardhur edhe shumë lojtarë të huaj. Çka bën të vështirë pastaj edhe për shkodranët apo për tjerë për të qenë vetë. Është vërtet, jo, ka pasur lojtarë të huaj, më ose jo në nivelin ton, po kontratat kanë mjaft konsiderueshme, kur vite një lojtar shkodran, ata kontrata si ishin për ne na thoshin diçka tjetër, kur në shihim realitetin me si ku një mëjtës u pagute, ndoshta defishin tem, edhe ndoshta si ishte as nivelin tem, pretendoshim që të shkoshim në një klub tjetër. Jeni larguar në disa skuadra, por fundi e karrierës jeni pasur në Shkodër. Po, normalisht si çdo sportist në Shkodër. Moti keni mbajtur edhe shitjen e kapitenit. Si çdo sportist në Shkodër ka qejf ta mbyllin karrierën. Dhe është ndodhi edhe me mu, mbyllë karrierën në Shkodër, ndoshta edhe herët, për një dëmtim të ndim që s'po m'lete të ecem me tej. Pastaj karriera ime vazhdoi edhe si trajner të Vllaznia B. Keni lëvizur shumë skuadra, por ju kanë munguar trofet. Ju vjen keq? Po, gjerë me difsut drejten, jo keq, por shumë keq. Sepse çdo futbollist karriera mbahet me trofe kryesisht, nëse je i suksesshëm apo jo. Është vërtet si thuti, po një trofe ta fitosh me ekipin e Vllaznisë kishte qenë diçka shumë e madhe. Ky është pengu i madh i karrierës e Vizkrajs? Po, është i peng, po edhe ngushtohet me vetë faktin sepse në periudhën kur luajsha unë ishte edhe një periudhë që ekipin Vllaznia kishte bashkia. Të pas bashkia, ne kemi qenë koshient e tu, se nuk ka qenë pretendimet, po bashkëse është harxhu leku, është harxhu, sepse ne shohim kampionatin duhet dikush përveç leku duhet ekipit i vet mbrapa atëherë në si kishim këto, kishim thjesht lekun, kishim dy drejtuesa dhe kaq, po nuk mjaftohet. Që të fitosh një kampionat në Shqipëri, duhet me kenë në gjitha anët i kompletuar, jo vetëm të pjesa sporti. Duhet me pas një mbështetje si sport. Si që kemi pa gjithë të vite, si në shumë gjëra, se s'po. Thatë mbyllet pak herët karrierën si sportist, por nuk u larguat nga futbolli sepse fillua të merret licencat dhe më njëherë trajner. Po, unë ishe në kontratë realisht në Vllaznin dhe dëmtimi s'po m'lejote që të luaja. Atëherë ishte edhe një ide e federacionit hapet ekipi B. Dhe më mundësua mundësi, mendoj se e kam shfrytzuar me smiri dhe kemi pas rezultate. Ishte një gjë e bukur sepse gjithë ato ndjemci nuk luajshin, ishin disa blemje. Jashtëzakonisht më nga ekipi i parë kur përformoheshin ekipin B, që të aktivizoheshin, që t'i moheshin tonus, po besoj se kam bërë diçka të mirë, diçka që nuk duhet harrohet lehtë, sepse ishte një ekip si nga kategoria e tretë, përformoi deri në kategorinë e parë, po varësisht sa të vit. Kraja, u përsërit pak ditë më parë, e njëjta histori dhe Federata madje rënë hall se si duhet të interpretuar rënja e bylljesit nga Superliga dhe bylljesit B që u nxit në i ka qenë një njëjtë precedent me Vllaznin në vitin 2018. E njëjta. Vllaznia B nxit si kampione nga kategoria e dytë, duhet lutet në kategorinë e parë. Po realisht është dy skuadra nuk lejohet, ne ishim në gjësim, po kishim besimin e plot sa atë vit drejtova dy ndeshje të fundit. Edhe për këtë desha të pyes, sepse faktikisht ju merrën dorë Vllaznia.
atë periudhë kohët ishte përsër në zgjoka. Duhet ta falenderoj, megjithatë është intervista parë si kum bëhet pyetje për Sarnestin, prapë them duhet ta falenderoj, po akoma që mos neshes me Partizanin. Përse duhet të falenderosh? Duhet ta falenderoj gjithë që kemi pas një bashkëpunim të jashtëzakonshëm Vllaznia A me Vllaznin B. Vetëm për këtë. Për pjesën tjetër kemi bërë punën të dy. Ajo është paguar që ti je profesionist, unë jam paguar si kemi raporte. Në fakt në Shkodër ende nuk ja falin atë braktisit e ekipit. Dyja para fundit të kampionatit. Bravo. Edhe unë prandaj thash që ndeshje me Partizanin, asun se zoja fali për Sarnestit, sepse s'ka më asnjë lloj kontakti, asnjë lloj gjëje, është presi si me thik, si arsye nuk e di, vetëm do ta dinë vetëm ai. E ka ndërprerë ai kontaktin me ju? Ai ka ndërprerë me gjithë Shkodrën, jo vetëm me ne. Sigurisht. Po, personalisht ose ka ndërprerje me Shkodrën, për mua s'është dashur ta ndërprej sepse kemi kanë shumë të afërt, kemi bashkëpunuar, kemi bë. Po nuk e kam kuptuar, megjithatë është. Nga sa di unë, ka pasur edhe shumë ide se kur do të drejtonte ekipin, por ju treguat i gatshëm për ta marrë Vllaznin. Në 2 javët e fundit ndonte se situata po precipitonte dhe të gjithashme po mendonin që Vllaznia ra nga Superliga. Po ju gjithsesi kishit besim deri në ndeshjen e fundit. Deri në ndeshjen e fundit kam pas besim realisht. Po edhe ta kisha po si nuk ka si lloj shpreset derisa Vllaznia është një emër i madh. Derisa t'jepet ajo mundësi se ti thush jo. Ti thush jo kur ki lu gjithë vitet, je rrit, edhe ti thush jo një moment keq, zëjtë e kur. Krajo, kjo është një nga vitet më të errëta të Vllaznisë, 107 viteve ndoshta, në mënyrë se si ra nga kategoria. Pse ra? Sepse edhe investimi i bërë nuk ka qenë i vogël, kanë pas lojtarë shumë të mirë në radhët e skuadrës. Ta thosh, një periudhë si kemi luajtur një sport, po kanë periudhë më shumë kanë periudhë me bashki. Për pjesën e Super League tonë, bashkia shihet si diçka jo federatës ose jo edhe komuniteti sportiv, presidentat që janë privat e shohin Vllaznin ose ti nuk është Vllaznia jote, është e bashkisë. Edhe lekë që shpenzohen janë lekë të bashkisë. Janë lekë të bashkisë, jo personale të Gjergjit ose të Visit. E kjo kanë ajo më tepër ajo pengu si më kamen nga bashkia, sepse është një person ta marrin që atëherë të japin lek bashkia prapë si që kur shkoshim në Durrës, ne kishim lek edhe nga bashkia e Durrësit, kishim lek edhe nga presidenca. Po të njëjtën gjë, po këtu si duket moshin më tepër edhe për interesa politika, diçka tjetër, sepse si duhet të shumë Vllaznia. Dhe si ka përjetuar pas asaj ndeshje që në fakt u fitua 5-1 me SDB-n, por që nuk vleti ndeshja e fundit e atij kampionati. Si u përjetua nga Erbis Kraja kur skuadra e zemrës ra nga kategoria? Mërzitje tepër e madhe, sepse realisht po ishim si Partizani të rrate kamsen, kishim një bindje të jashtëzakonshme, thoshim një klub i madh si Partizani s'do bëte pjesë e një skandali që të hallin Vllaznin. Megjithatë ka ndërhyrë edhe politika, mendoni? Po 100% politika, se kamza të rrojnë Partizanin në të niveles që se në politika kanton nuk i kemi as tifoza, të shohim edhe sa shpunisha në stadium të shtunën shumë pak politikën, ose kanë najt në përcepa si mos shihen, nëjshë nga Elbasani ose nga pjesa tjetër, sepse politikën vinë, i japin skuadrës një tonës tjetër, i japin kundërshtarit një tonës tjetër, se thonë është deputeti, është aja, ne përfaqësohen vetëm një president. Po tifoz, në fakt nuk mund bësh se i politikan sot, apo i ke një funksion, duhet t'jesh me zemër në fakt. 100%, duhet t'jesh me zemër. Po aktin edhe kur si me zemër, dvish dukesh si kur je tifoz, sepse kur vjen puna për votave, gjëra vinë një javë para votime, vinë sjellën te skuadra, vinë jam tifoz i Vllaznisë, ose jam tifoz i s'po them vetëm futbollit, po jam tifoz i basketbollit të Vllaznisë. Ti është si të marrin nga Vllaznia, të marrin nga qytetarët, nga tifozët e Vllaznisë, të marrin votat e tyre. Po nuk është vetëm ajo pjesë, ajo është
sportistët kanë nevojë një mbështetje, kanë nevojë të jetë i përfaqësuar sa më të njëjtës te presidenca. Dhe pse mos ta përkrahim? Si të përkrah presidentin Visin ose Xhexhin, të përkrah vllaznin, të përkrah interesat e një qyteti, të një klubi të madh. Në vitin 2018 pastaj fillua gradualisht të largoheshin nga futbolli. Ndoshta edhe për shkak sepse po planifikonin spostimin në Australi. Kur kisha dëmtimin në kom, ishte Barcelona Smioni për një, dhe administrator Amir Grimo. Në mora leje që të shkoj për vizit në Australi. Shkova për 15 ditë me ata, duket kam në një 20 ditë me familje. I qova që ta mendojnë të shurin edhe nusja këto vendin a jemi denjë si tjetojmë këtu. Për fatë mirë aty një pëlqej. U ktheva në Shkodër, vazhdova edhe një vit. Pastaj jam shpënguar komplet në Australi, me gjithë familje. Edhe atje po tentoni her pas herët të stërvini në mënyrë individuale apo diçka tjetër, por duket që nuk e ka bërë për veten nga në futbollit Australia. Jo, realisht, ata janë njerëz ftoft, njerëz nuk e duajnë futbollin e luajtur si lëzosin më, po një futboll tjetër, futbollin amerikan, për këtë s'kan fort në dëshirë të madhe. Megjithatë unë aty kam një biznes personal një për një. Tash do jem në tentativë që të hapi një akademi. E shpresojmë që ta mojmë edhe pse me vështirësi, sepse thua nuk e duajnë futbollin siç e duajnë në Europë, po patën të bësh të rritë fëmijë shqiptarë që janë në numër të madh. Është një klub atje, sepse atje mojnë aktualisht është klubi më të mirë në rajonin e Australisë për pjesën e shqiptarëve kategorisë së tretë. Edhe jemi mirë, se unë të hapi një akademi timin që të aktivizohen shumë shqiptarë. Prapë thëmë, jo akademi t'jenë po një për një, t'jetë një akademi si t'i bëjmë gjithë farmoshash. Që do thotë që nuk do t'hisni kohoj dorë nga futbolli? Nga futbolli do heqim dorë kur ti se sheva dhe vetë një si vim të në Shkodër në direkt ku ka neshe të shkojmë, t'jemi sa më prezent, sepse aja është jeta jonë. Cile ka qenë pika më fort e Ervis Krajës si futbollist? Pika më fort. Pika më fort e ime ko kënë lufta në erë. Aja ko kënë, besoj e mënoj se edhe vlerësimi të njërë ko kënë në pikat më fortat mirë. Edhe karakteri që jam, nuk kam pas, realisht kam pas frikë në asë një kundërshtar. Pika më dobët e Krajës që ndoshta duhet të ishte përmirësuar, por nuk e arrit ta bëni siç duhet. Trupi i madh jemi shkasia ko kanë si ko kanë mangësi, ti jem realist. Po ja kemi dalë. Ja keni dalë sepse keni qenë edhe rregullisht pjesë e ekipeve kombëtare të moshave, madje keni pasur një ftesë me ekipin e parë. Po gjithë moshat, unë kam qenë pjesë e gjithë moshave të kombëtarës. Të 21 kam pas dhe profesor Hasan Likin, kam qenë pjesë e rregullt e U21-shave në një periudhë kur tani ishte Brigel, kam qenë pjesë e një aktiviteti në Noqa, si bëde ekipi kombëtar, dhe një ftesë me kombëtarin e Gjorgjisë. Por pa arritur do të debutonit? Pa arritur, po. Ju mbetet peng një ndeshje të paktën me kombëtarin? Sepse ajo është kulmi i karrierës së çdo sportisti. Ta thash në fillim të intervistë ishte ajo mbështetje, pjesa menaxheriale si nuk e kam pas. Ndoshta edhe për fajin tim, po ndoshta edhe s'kemi ditë në ta kona, që kisha pas një përfaqësues menaxherial, më 100% se kisha qenë pjesë e kombëtarës. Cili moment të karrierës Ervis Kraja konsideron më të suksesshëm si sportist? Me të suksesshëm e kam pas të Besa Kavajs. Po harru dhe pjesën në Ukrainë. Po mojnë në Ukrainë,
kemi kënë 4 shqiptarë, ka kënë edhe Henry Neka, Dërën Belekbashi, Isli Hidi dhe Ervin Bulko. Kemi kënë në të kampionate, kemi kënë shqiptarë shumë sukseshëm. Prapa më kënë jetë zëgënisht moja, edhe kemi bo një paraqitje shumë të mirë. Sa menaxheri jonë, thotë ka qenë paraqitje të mirë keni bo, sa unë biletarë tani po provë, kanë besim presidentat të unë. I keni hapë derë në lojtarët tjerë shqiptarë? Lojtarët tjerë shqiptarë, sa thotë më kemi monë atë potencial sa mundë me pru në skuadër, lojtarë po provë. Po momenti më vështirë i karrierës, ai i fillimit? Momenti më i vështirë në kokën në fillim. Tash, kujtje. Ka pas shumë bryla gjerës, tash, një rrës ka kënë jo, po ka pas shumë bryla. Thjesht, tash, deri që ne ishte me ndërtodën si jam paraqit. Aty si kam tregu veten se vlej. A ke menduar ndonjëherë që pikërisht për këtyre bryla për kësaj lufte ta lësh edhe futbollin? Po, 100 herë. Deri në thash 100 herë, baba im më shtite gjithmonë, më shtite. Dëlush, deri në atë moment kur i thonin si djalja me zemër, aty si kur baba im ma kanë stopu, po realisht faleminderit Zotit, i arrit me si bërë një karrierë sportive të pastër. Dhe thëmë se jam krenar, vinë Shkodër, jam krenar për recerin temë. Cili është trajneri që vlerësoni më shumë, që ka pas ndikimin më të madh ndoshta në karrierën tuaj? Trajneri. Realisht kam pas miq sportista, duhet falenderoj Martinin, trajnerin aktual të Vllaznisë. Ai gjithmonë ka pas besim te unë. Edhe kur ka qenë sportist, edhe kur ka qenë trajner. Realisht tani s'po di me fol me emra se kam pas shumë trajnera të fillu. Shumë trajnera kam pas. Të fillu të Vasil Bici që ka pas besim të unë. Po realisht për Saret Martini ka një mund karrierën të emra. Ka pas besim. Edhe në krahin, për besimit ti, ka fol me menaxherin e vetë si ka pas. Mikun e vetë, ka thonë kjo një djallë me potencial. Jepja mundësin si të bëjmë një provë në Turqi. Kam bërë provë, në realisht në ditë parë, në ditë dytë më ka marrë trajnerin lojë, më ka thonë do bëjmë kontratën. Kemi bëjt menaxherin vinë nga Kosova në Turqi, edhe kemi firmos kontratën. Edhe kjo është një mundësi si nuk i jepet gjithkuj në takona. Për ne thamë për pjesën e sportit, për Saret Martini ka një ku. U vënë fuqi kontratat në Turqi, apo? Po, direkt, në Turqi kam firmos kontratën, po shku në Ukrainë. Direkt e më kërku menaxherin si të vinë, sepse unë nuk kisha shumë po si të rria aty, sepse një javë ishte nga fati, ata kërkunin direkt si të vinë menaxheri, e firmos në Turqi. Trajneri që ndoshta nuk i keni pas shumë për zemër? Trajneri, si kemi pas për zemër, realisht janë dy. është Baldo Ranieri. Italiani që erdhi në Shkodër? Italiani që erdhi në Shkodër, por realisht ai nuk kishte faje ai, sepse i interpretoheshin shumë gjëra trajnerit për mua, gjëra jo reale, dhe po të njëjtën gjë, ndoshta është i njëjti person si ka folë te Baldo Ranieri është Radonic. Dy të huaj që erdhen për të punuar në Shkodër, por që ndruan pak. Që ndruan pak, që erdhen ndoshta në vallë sugjerimi njërit person, ai e din. Aktualisht se kush është, fajet e din se çfarë. Po realisht unë gjithmonë kam jetuar me respektin e njerëzve, me pasërtinë time, edhe kam ecë përpara. Ka qenë tip rebelit kraja me trajnerët, apo? No.
Gjergj thashin të vërtimi kur vishin trajnerët e boshin krojën rebel. Unë kam keni dajdi pasër, unë më kilon stol, s'kam pas probleme, unë kam lujt, s'kam pas probleme. Realisht njerëzit si sekundash krojën janë bo fjallë keq, thjesht në thojza për një moment caktuar, për një muj, 2 muj kalimtare. Në është edhe i kam pas edhe ofër në kra, po me gjithatë. Zakonisht është një pyetje që i bëj të gjithë ftuarve, a keni bërë shumë miq përmes sportit, por ju do të them me këto që po thoni, a keni bërë shumë armiq? Armiq ata kanë bërë veten Gjergj. Pikërisht. Unë kam keni pasur i drejt me gjithë kënd. Ndoshta ajo pastërtia jeme, ata i po bërë armiq. Du të theksoj këtu një pastërti me përsërët vatën. Se di ko ka një periud kohë që ko ka në tu, edhe ti ki kanë pjesë i di gjitha tentativa që janë bo, di me thonë se pa marrë shkës nga kjo intervist, e kam po një intervist tjetër për Sarutin. Gjitha fjallët e ti janë të vërteta. Për Sarutin këtu e kanë cëllmu jeshtë zakonisht fort. Pa më vërshtisht që gjonet e mërënshme me klubin mu s'mi intereson, unë kam raport të njerë lujtarë me dhe. Unë s'kam raport të rogësh, s'kam raport që bënë ti nonin privatën e gjo, si ati ko kënë për mu ko kënë njeri korekt, njeri pozitiv, po si e kanë cëllmu. Në fakt, jo vetëm vatën, edhe me dyshën e fundit, Martini Sinani në fillim të gjithë u gëzuan që erdhen kryet vllaznisë, po mjafton një humbje dhe këtu plasin bombat. Se di, nuk e di, të rrjetet sociale. Kaq naqor janë edhe shkodrane për shkodrane. Janë shumë. Janë shumë i naqor, janë shumë edhe me breze. Janë shumë, sidomos thash, që kur kam hi në skuadër, brezi vjetër, po ata mosha luftojnë sot njëri tjetrin, edhe në pjesën e vllaznisë. Ose Vjori Edi është aktualisht sot sulmin nga vetë. Ishtë kolegë të tyre mu. Po vërshtisht rrjetet sociale, kalamajt e këta sash, po. Gjithësi krijon një frim jo shumë pozitive. Se mos bëjë gjithë bashkë, po për vllaznin. Se mos bëjmë gjithë bashkë. E kemi vllaznin, se ka Gjergji, se ka Visi, se ka. Është vllaznia dalim kampion. Gjergjit ose Visi tu janë tavolin. Çka kemi thonë, ose s'ke. Është punë, çka ke punë. Ta janë interesa. Se di, mu më duke njerëz vezel, mu më duke njerëz larg, ti e shofin për momentin, ti shofin atë shpinë e vetë. Cila ka qenë pika më fort e Ervis Krajës trajner? Sepse drejtuat pak vite, por keni pas suksese me ti e din korreksia jame, disiplina ko kënë nota. Sepse edhe nuk ka qenë lehtë të krijosh një ekip B pa pagesa, me shumë vështirësi, me probleme. S'ka qenë lehtë, po thjesht grupi, korreksia dhe disiplina. Aty ti ki kanë pjesë, në ki përkra në gjithë në ishët, si e duhet i falenderim se ti ki kanë pjesë në saj sukses, po korreksia. Kemi bërë se vidi, s'kemi pas lek, kemi bërë një grup bukur, kemi bërë një grup pasër, do lozim, do fitojmë, do lozim për klubin, e ti në cunat, në është edhe konë qesh disa herë. Shumë pak herë kemi bërë analizë Gjergj. I bërëshim gjithë se vidi, gjithë kemi thonë, kemi që bërëm analizë në vllaznia, i në të lujt me pak rëndësi si jepshim, kemi të lujt me Gramsho, se s'pa përmene jema, s'ka nivel ata si të nërroj një gjithë nëshit. Do t'i mundesh me fanel? Me fanel, që të bësh analist, i thush ti, hinë të hinë aty, i vllaznia, mu ki bëjës të vidi, i të bëjë në ekip parë, ose i të bëjë të vllaznia bë. Ti dhe me shku me lujt në ekip parë, ki mu përbal me Partizani, me Dinamon, e ti sot zë me fitu këtu, e kishim një mobilizim tjerë zakonshëm, dhe ja kemi arrit suksesit. Kush ka qenë futbollisti që keni pas më për zemër tek vllaznia B? Që ndoshta nuk u bë dhe keni një peng, që nuk arriti të ketë karrierë. E kam mbështet me zemër Ruqin. Samet Ruqin. So
një periudhë kohë në Zoga mori në ekip parë, lujti disa neshe në formacion, se di, për mu ka një qënë si e dësh me ecë për para. Dhe Hyseni, mojtë si majtë. Semir Hyseni, pjesë menageriale, ishte të klubi Vllaznia, sa po ecë për para, bani një transfer të Partizani. Ati quna 3 të Partizani, gjithë ditën rrugash, gjithë ditën dhe përforma e lë sportin. Në të dikon kanë. Si kam menu, si kërën me jetë shumë për para. Menimi jem. Është bërë i pasur ndoshta, nuk mund të themi, por ka fituar mjaftueshëm Ervis Kraja gjatë karrierës si sportist? Gjerë të më drejten, në si sportist, kam kanë një sportist normal, nuk kam pas në diferencë me shokët si kemi lujt. Po për vite si kam lujt, thamë se kam bo një jetesë të pëlqyeshme atëherë dhe kam siguru që tjetër edhe sot. Cila ka qenë porosia më veçantë që Nefail Kraja jepte gjithmonë? Thjesht Gjergj me zbërë faqen mos e shit veten. Kjo po kënë gjithmonë ata fjallë i mojë edhe sot dhe kam punu gjithmonë me pasërti. Gjithmonë. Kon kënë në fjallë kryesore si më thote. Porosia kryesore e Dajës, Faslifakja. Sepse gjyshim besoj nuk... Doja i kishte problem pjesën e kërënisha pak impulsiv. Po, me i ka lujtë sulmues, ka kënë pak mua, gjithmonë thote, mos t'i esh impulsiv, se kisha atë njënjën si të basha, debat basha, për vetë, do shë ti të tërgosha kundërshtarit, se jem pak mua ashpër se duhet, a i këtë në thote. Pjesën e impulsivitetit, ta ullë që ti esh korrekt me kundërshtarin. Kush është njeriu që ndoshta i dedikohesh më shumë për çfarë ka bërë për mbështetjen tuaj në gjithë vitet e sportit? Thashë, babai, familja. Babai. Pjesa tjetër. Dhe për fat keq, prej disa vitesh nuk është më mes nesh, një kampion dhe rekordmen i hedhjes së shtizës. Hupje e madhe, humja pa përishme, po i ka jeta këto. Do të vazhdoj Ervis Kraja të jetë pranë sportit, thatë në Australi, por ndoshta një projekt tjetër, diku tjetër nëse do të ketë një ofertë? E vështirë, ti jesh një projekt, forta projekti tjetër është në Australi, është shumë larg. Po mundohem më të jem sa më afër qytetit, jem sa më afër të vidyer në vjet, ta moj veten me dashurinë e sportit, ta moj veten dashurinë e qytetit. Po është e vështirë. Se shoh veten, thjesht kem miq, kem shok, kem dashamirës për mundën, ose mundem me mbështet për krahim, të rrim sa më afër njëri tjetrit me pozitivitet. Nuk e mendoj. Kush është shoku më i mirë në sport për Ervis Krajan? Realisht kam shok, kam shok sepse kemi lëvizur në qytete tjera, kam disa shok në rrethet ndryshme. Po si shoku më i mirë i sportit, sepse po pavarësisht se s'është i sportit tonë, është Nelson Hysa. Kampion e kemi bërë seriti, kur kemi qenë të ri, kemi bërë bashkë, kemi bërë frapime, kemi bërë. Ai është shok i sportit dhe shok i jetës. Për disa kohë keni mbajtur edhe shiritin e kapitenit, si futbollist tek Vllaznia. Një përgjegjësi e madhe dhe një vlerësim për Ervis Krajan? Po, kishe shiritin e kapitenit, ishte një tjetër gjë, ti je realist. Ishte një përgjegjësi tjetër, ishte një trajner në fushë, ishte një motivues në fushë. Ishte një gjë tjetër, nuk më ka takuar se ta kem shumë, po për atë kohë sa kam pas, ishte një përgjegjësi tjetër, e them se e kam marrë me pasardhë, me rregull. Cila është porosia që Ervis Kraja do t'i jepte futbollistëve
të rinj që sot ndërrojnë veshin fanellën e Vllaznisë? Punë dhe servitje. Aktualisht sot unë mëda e u 7 mëda ishin në nivele ku habita, ti jem realist, ti jesh me Vllaznin, 19 vjeç dhe mos ti jesh afër titullit kampion, s'po them kampion, me gjithë të kushte e mundësi si ke me palestra, me kalqete, me fusha servitore, me trajnerë personal, si ne s'kemi di që është trajneri personal. Atëherë kemi pas ndjerin Vildan Tufi si bashkim atletikit në stadium. Tani i kemi mundësi, shumë mundësi, punojnë, të lojnë rrjetet sociale, pojnë servitje, me është një ndjenjë e bukur të jesh sportist. Dhe fundit, Vllaznia është një emër i rëndësishëm për Elvis Krajan? Tepër i rëndësishëm, shumë i rëndësishëm. Është një jetë, është një jetë e trashëguar nga gjyshi, nga doja, nga baba, e kam jetuar, kjo është jeta, Vllaznia është jeta. Po dëshirojmë që një ditë të shohim kampion sepse u bë vite. Shpresojmë që jemi shumë afër, po nuk shoh një dashamirësi nga qyteti, nga njerëzit, nga duket thjesht një president siç është Albani dhe profesor Edi siç po marrën me klubin, pjesa tjetër është shumë e ftoftë qyteti. Nga një anë të gjithë e duan, por kur vjen moment, bëhen edhe shumë kundërshtar. Vin momentet një neshje, nëse fiton një neshje, ata mërziten. Ata thonë, fitojmë për të herë, se po në dalin kampion. Nuk e kanë atë dëshirën e madhe që të jenë tash Vllaznia kampion. Realisht ka njerëz që mërziten kur fiton Vllaznia? Mendimi jem, unë mendoj se ka 100%. Mendimi jem, s'du me ndërhy, po... Edhe mund t'jenë edhe njerëz të futbollit, të sportit? Po njerëz që kanë luajtur me Vllaznin, ka si mërziten. Njerëz që kanë luajtur me Vllaznin, ka si mërziten se Vllaznia dalin kampion. Nuk e kanë të Vllaznia, e kanë të ideja sepse po del Edi kampion, ose po del Gjergji kampion. Po se është të dal Gjergji Edi, është të dal klubi Vllaznia. Se të marrësh ti me Edin, ose me president Albanin, ose me individa. Në përfaqësojmë Vllazni, dalin Vllaznia kampion, Edi ishte trajneri më i keq. Mundesh me thonë. Gëzojo për Vllaznin, po shaj Edin. Po na shajmë Vllaznin, e shajmë Edin, e dalim në televizione, në për Tirana, në për gjithë kohë, ulim Vllaznin, kush përfiton Tirana, përfiton Elbasani, përfiton kundërshtar. Ne kemi pas një shprehje kur kemi qenë sport në jena keqa vetes. Sepse na shajmë një tjetrin këtu, përfiton dikush tjetër aty. Po, se di komo në shumë në njerë. Mendoj se një organizim i klubit edhe më i mirë, kishte kënë edhe Vllaznia edhe më mirë. Thjesht i të njerëz, i të individa, edhe me i demasku, kishte kënë gjabu. E rëndësishme që me 31 maj të shpresojmë që Vllaznia të vërë yllin fanjet, fitoj titullin e 10 kampion dhe pastaj edhe këto problemet besoj që do të kalojnë. Inshallah, shpresojmë. Titullin goja e vështirë shumë është, po shpresojmë. Përdesa këto djem, ky staf, ky president e ka sjellë deri këtu, besoj që do të bëjnë edhe dy sforco për të nderuar veten edhe Shkodrën. Gjithë vitin ku kanë pretendent, gjithë vitin ku kanë kryesim. Tash 2 neshje janë, të japim moral gjithë secili sa ka mundësi i ekipit, skuadrës. 2 neshje janë, të fitojmë të dyja, dalim automatikisht kampion. Të fitojmë njëherën, të barazojmë tjetërën, dalim automatikisht kampion. Shpresojmë. Elvis Kraja, faleminderit që ishin në këtë emision. Shpresoj që të kemi thënë disa nga etapat më të rëndësishme të karrierës tuaj të gjatë sportive, por ato pak vite si trajner. Dhe shpresojmë dhe urojmë që të keni mbarësi në jetën tuaj dhe shpresojmë që të mos hisi dorë nga futbolli deri në fund. Gjergj, falenderoj shumë. Falenderoj jo për sot, po për gjithë mbështetjen që më keni ndër vite. Dhe një njeri i nderuar e respektuar për familjen tonë. Faleminderit. Faleminderit. Të nderuar shikues, ishim në këtë emision të 72 podcastit ton me ish futbollistin dhe trajnerin e Vllaznisë Elvis Kraja. Do të takohemi sërish në emisione të tjera. Natën e mirë.